këtu bëhet fjalë për Shqipërinë, bëhet fjalë për gjithë pa përjashtim. Bëhet fjalë për të marrë një pasaportë të re. Është një pasaportë e re. Nuk do jetë më Republika e Shqipërisë, Republic of Albania, po do jetë Bashkimi Evropian, Republika e Shqipërisë. Dhe nuk do rrimi më në fund, nuk do kemi më radhë që të na kontrollojnë pasaportën kur hymë në për vendet e tjera, pavarësisht se hymë pa vizë në Bashkimin Evropian, po prap e keni pasi ndajen. Ca shkojnë nga janë edhe hynë dhe si kontrollon njeri, ne futemi nga i rreshti tjetër edhe fillon kontrolli. Nuk do kemi më, do hymë njësoj me franceze, me gjermane, me holandeze, me italian, njësoj të barabartë. Si mund të lihet kjo tani? Për tifozlik, jo jam me PD-n, jo jam me këtë, jo jam me PS, jo jam me Kujtim Gjuzë. Kjo nuk mund lihet. Nuk mund lihet. Kujtimi është më i mirë atje, më madhështori, më simpatiku, po përveç mustagjeve s'ka asnjë gjë tjetër. Ata tjerët s'kan as mustagje. Këtu në Kavaj e keni parë vetë se ç'a të bën vajtja të shtëpia Mulligjiut për inat vjerës. Keni pa vetë. Keni provu sepse bëm një rezultat të jashtëzakonshëm, morëm Bashkinë e Kavajës, ndryshuam Kavajën për hir vërtetës, e ndryshuam Kavajën se ishte xhep falco që kishte asnjë gjë përveç plurit, farëve të kungullit, edhe njerëzve që bënin si bënin për të mbijetu, po as ujë, as drita, as hiç, as. Edhe ishin ato dy gishta atje ke shesh. Unë, kur kam marrë në Kavaj për herë të parë, sekretari i Partisë Socialiste, nuk bënim dot takimin, se na dolën atje ke kinemaja, edhe nuk na lejnë me hyrë në kinema. Edhe kur hyrëm kinema, kishte më shumë karrige bosh se ç'kishte njerëz në karrige. Kjo ishte Partia Socialiste. Këtu ndodhte që në një kuti, në një qendër votimi, mos merrshë votat as anëtarëve të komisionit. Sepse presioni ishte i madh, pensionistat e as mezi lejnë me votu etj të gjëra të tmerrshme. Këtu kanë ndodhur gjitha. Tani kjo që ka ndryshuar edhe është si ëndër, po tani unë kam kohë që e shoh të ëndër që Partia Socialiste të Kavajës ka grasa çka dhe burra pothuajse. Dhe kjo është gjë shumë e madhe. Ama duhet me nxjerrë rezultate.